Ja ku vim në këndin e kuzhinës, mirë mëngjes, Anvisa të dashura, zonja Vjolca, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Sot është një ditë e bukur me diell dhe në fakt edhe pse neve asnjë ditë nuk na ka munguar atmosfera, energjia dhe dashuria për recetat e tua dhe sot do të gatuajmë diçka, po disi ndihemi më mirë, kam përshtypjen të gjithë. Sot do të gatuajmë dyveç me patate, që është një gatim tradicional elbasanës. Nuk është për ditë festash, por është një gatim i përditshëm që ne e gatuajmë me patate mishin, por në një formë tjetër, ose t'i lëm patatet për t'i hequr ata amidonin, do t'i lëm qik në ujë që t'na dalin kërca, ose do t'i lëm ashtu si që janë, ose do t'i bëjmë gjellë, ndërsa versioni që më prosjellë sot për para jush, është komplet ndryshe. Është ndryshe, në fakt, zonja Vjolca, gjyveçin e kam ngrënë dhe me makaronat dhe me oriz. Ne me oriz këtu nuk e kemi gatuar. Kam përshtypje që po elbasanës është, si do qoftë. Gjyveçi bëhet me patate, me oriz dhe me makarona. Ne me makarona e kemi bërë në emision, nuk e kemi bërë me oriz, dhe sot mendova që ta sjell me patate. Shumë mirë. Shumë mirë për të ndryshuar dhe shihen, por nuk do t'jetë vetëm një recet. Kemi dhe një tjetër recet. Do të mbushim dhe pasaj ca kërcejl selino, për shembull kur kemi një drek familjare, kur kemi një event një ditë, po, është një gatim shumë i shpejt, që mund të vendoset në një antipast, po dhe nëse ty të teket një dik mund të bësh vetë. Ke bërë shumë mirë që nga ke sjellë këtë idenë, zonja Vjolca. Po, me pak djathë gorgonzola, me pak djathë të shkrirë, me 2 lugë qumësht, do t'i vendosim kërcejt e selinos pak në limon, do t'i thajmë pastaj me letër kushine, do t'i trazojmë këto përbërësit bashkë dhe do t'i mbushim, do t'i vëmë në pjatanës. Do me thënë do të realizojmë një krem dhe më pas do të mbushim selinot. Pa tjetër. Në fakt është ky një gatim në thonjza, një antipast, një shoqërues shumë mirë i shishë, po që na bën dhe shumë mirë se selinoja, sidomos e konsumuar e gjallë është absolutisht ilaç. Jemi dakord të dyja në një mendje. Atëherë fillojmë nga puna me recetën e parë me gjyveçin. Fillimisht si zakonisht unë pi kafe në mëngjesit dhe takimin e parë në gatim, përveç se laj përbërësit që do të përdor, e kam me grirësen Kenwood. Sikur ta dija, thash ku po më tesh nga kafja e mëngjesit, çfarë do të na thotë? Po, se për ditë ma kujton ti, tash ta kujtoj njërë vetë. Atëhere, do të gri qepën, sikur do t'a gri imët me dorë. I kam të gjitha mundësit që mund t'a bëj dhe brum, mund t'a bëj dhe krem, por sot më duhet kështu. Po, si që demonstrojnë shpesh. Po. E bëj ujë, pa. Atëhere, në tigan, në një tenxhere të thellë, do të hedh vaj altis. Po. 2-3 lugë. Po largoj për një moment të parë Kenwoodin, vetëm më pas e marrim sërish nëse do të na duhet. Fillimisht në tenxhere do të vë qepën, s'është nevoja ta përsëris, dhe nëse një ditë unë harroj e kam thënë shpesh, sa po të pëndryshoj ngjyrë. Po, një kafërdisje e letë. Qepa e shikon si është grirë? Po. Nuk është grirë? grirë? Si me dorë, vërtet. Po. Ndërkohë, zonja Vjolca, ti vendos qepën dhe regjat më ndihmon sigurisht me recetën e përgatitur. Ti shohim pak unë dhe Anvisa në shtëpi të gjithë përbërësit e gjyveçit me patate për të krijuar një ide të qartë. Dhe kemi 500 gram mish viçi, 1 kilogram patate, 1 kokër qep, 2 kokra domate, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 1 lugë kafeje spec të kuq, gjethe dafine, majdanoz, krip dhe piper të zi. Ndërkohë që kalorit përkatëse për gjyveçin janë në total 616, ndërkohë karbohidrate 45 gram, proteina 39 gram dhe yndyrna 31 gram. Bukuri. Pra, do t'a lëmë në një zjarë mesatar, ta ka urdisim dhe Anvisat, ndërkohë, mishin e kanë larë, e kanë bërë gati, pasi qepa të filloj të na ndryshoj pak ngjyrë, ne do të vendosim mishin në tenxhere. Zonja Vjolca? Po. Vijojmë me gatimin? Po, qepa është gati, si që shikoni, ngjyra e vajt altis del akoma më në pa, kur qepa fillon edhe 2 lugë. 2 lugë vaj, janë të mjaftueshme për recetën, ndoshta mund të na duhet të shtojmë. Po, janë të mjaftueshme, se unë kur kam gatuar që nuk kam hedhur mish,
sigurisht kam hedhë qik më shumë vaj. E qartë. Vaj ka vlerat se ne kemi folur Pikërisht, ka bërë shumë mirë, kështu që jemi të sigur. Me që ne kemi mish, sot unë ja kam lëm pak mangut, me gjitha të po deshe ti, unë i hedhë vaj altis nuk të bën asë njerë, veç mirë të bën. Tani, ti më ke kërkuar që unë të pres pak patatet, por me qëse ti takimin tënë të pare, ke me pajisjen kembu që përdoj çdo ditë edhe për qepët, përgjithsisht, si të vatë të bëjdo unë pak takimin tim? Patjetër, unë ty të dua të shëndetshme. Atëherë trazojmë mishin, bashkë me qepën, për 2-3 minuta, dhe do të hedhë 2 kokra domate të grira në kubik, do të rregulloj me krip dhe pak piper, do të vendos 2 gjethe dafine, filava, gjethet e dafinës, dhe do t'i hedh pak ujë dhe ta lë të valoj mishin për 15 minuta. Ndërkohë, kam qëruar patatet dhe zakonisht patatet kur i skuqim, i presim fetat pak të trasha dhe i bëjmë fije të holla. Në këtë rast, nuk do t'jetë kjo lloj prerje, por do t'jetë prerje në formë rrethore. Do t'i kaloj në skuqe jo shumë, pak, dhe ndërkohë që unë do të skuq patatet, mishi besoj se do t'jetë gati, do t'a vendosim në një tavë, do t'a mbuloj me ato patatet gjysmë të skuqura, do t'jedhim lëngun dhe t'a vendosim në furrë për 20-25 minuta. Pra ndërkohë, hedhim edhe domatet e prera në kubik, i kaurdisim, i hedhim krip, i vendosim 2 gjethe dafine, dhe ndërkohë, gjithçka këtu është gati, që ne të hedhim pak ujë dhe ta lëm gjellën që të na valoj. Do të kemi parasysh, në këtë moment nuk do të hedhim ujë të ftohtë, do të hedhim ujë të ngrohtë që mua do ma silli ori. Patjetër, ujë të ngrohtë desha. Po. Okej. Gjithçka është gati, shumë e thjeshtë është. Unë zakonisht ndonjëherë në shtëpi kam bën patatet, po. Në këtë gjendje, të gjithë? Po, të gjithë. Okej. Edhe pak fare. Dakor. Jo shumë ujë, derisa të na të jetë baras me mishin, ë? E qartë, e kuptova dhe unë nivelin. Po, jo më tepër. Mjafton. Okej. I vëm kapakun dhe e lëm që të valoj. Ndërkohë, në një tigan tjetër, kemi hedhur vaj për skuqje dhe do të skuqim patatet. Thash, jo sa ato të skuqen dhe të bëhen kërce, një skuqje të lehtë. Tani ndihem shumë mirë. Zënë Vjoca, tani? Po? Energjinë e mora, lëngun e kam gati, kështu që po merrem me patatet. Merremi të dyja me patatet? Dakord. Po? Të ta marrë këtë drasën në ty këtu. Fillojmë patatet. Edhe mua do m'japësh çik letër. Patjetër. Urdhra. Ashtu. Tani, do t'i presim në the. Do t'i presim në këtë formë. Në rrath. Po jo shumë të holla, ha? E ke këtu një shtik? Ja. Jo, nuk të pret mirë, jo? Ja. Ja, me këtë më mirë. Mirë. E ka dorizën më të fortë, ajo është më të shtatshme. Atëherë, i vendosim, ja dhe një qik do vaj, nuk është bërë akoma.
Mirë është i vëmë kështu në letër, për arsye se i thithim lagështirën. Okej. Ashtë. Kur i duam domatet, patatet kërce, bëjmë një patatet fure, fjala vjen, i presim në kubik të mëdhenj, i lëm 30 minuta në ujë të prera, që të iki komplet niseshtja e patates, dhe më pas i kalojmë në një zjerje 2 minuta, duke qenë ujë i valuar, po si punë e makaronave fjala vjen, që i hedhim kur valon ujë, i vendosim patatet, i nxjerrim dhe pastaj i bëjmë me vaj ulliri dhe me rigon, ose rozmarin, dhe i vendosim në furr. Ajo patatja brenda do të na rije butë, ndërsa në sipërfaqe do të jetë krokante. Ndërkohë merr dhe aromat. Ktu është sekreti që duhet ta lëmë në ujë. Në rastin konkret sot, unë sapo e kam vënë ujë dhe kam vënë komplet kokër, Po. Tani i vendosim patatet. Do të na e tregosh gjithë të procedurën? Po. Sigurisht. Në fakt patatja gjithmonë do një saltanet, si që thëtë populli, do pak më shumë englendisje në të gatuar, se është më kokë fort në zjerje, si që kemi thënë gjithmonë e vendosim dërë të parat për të zjerë. Që të zjej patatja, duhen minimalisht 25 minuta. Që t'jete zjerë tamam. Po edhe në tava, realisht në momentin e të gatuarit të tavave, kur është ajo forma që ne zgjedhim, po, duhet jemi të kujdesshëm, sepse mund na piqet kështu si nga jashtë dhe shëndron. Edhe mund të thahet, edhe mund të thahet ndonjëherë në vetvete. Këto ka shumë faktor për këtë, është edhe temperatura. Po, natyrshëm. Tani, sot, ne kur ta vendosim në furr, unë thash 20-25 minuta, gjithçka do jetë pothuajse gjysmë e gatshme. Mishi ndërkohë me qepën dhe me domaten është në zjerje, do kaloj një proces që po zjen, ndërkohë dhe patatet pothuajse janë gjysmë të gatshme, që do t'jenë gjysmë të skuqura, do me thënë, ato do vendosen në tavë. Dhe do t'i vendosim në furr. Dhe do marinohen me njëra tjetrën. Kur ta servirim pastaj, do serviret patatja me mishin, duke hedhur pak lëng nga lëngu i saj. Do t'ja tregojmë anvisave të gjithë procedurën e do t'ja rikujtojmë. Do t'a pudrosim me majdanez. Rikthehemi sërish në këndin e kuzhinës, ashtu si që thamë pas kësaj hapësire të shkurtër, nuk ishte shumë e gjatë, ndërkohë ne përfunduam gjyveçin me patate zonja Vjoca, kemi në furr. Në furr, dhe kemi bërë dhe një proces tjetër, në një enë me ujë, kemi hedhur një lëng limoni, dhe kemi vendosur zemrat e selinos të rinë pak të marinohen me limon. Për të njëjtin shkak që vendosin dhe mollët? Përgjithsisht? Jo, për të njëjtin shkak, po ato marrin si të freskë. Në rregull, e kuptova. Mirë, regjia të lutem, përpara se ne të nisim recetën e 2 zemrën e selinos me krem, le të shohim pak përbërësit grafikisht, edhe anvisat e kanë më të lehtë që të na ndjekin, duke patur një ide të qartë se çfarë do të na duan për përgatitjen e kësaj recete, dhe kemi zemër selinoje me krem djathi, 3 deri në 4 dek selino, 200 gram krem djathi, 60 gram djath gorgonzola, 2 lugë gjelle qumësht, 2 lugë gjelle lëng limoni, krip dhe piper. Ndërkohë, kalorit për këtë recet janë në total kalori 218 për porcion, karbohidrate 7.5 gram, proteina 18.5 gram dhe yndyrna 13 gram. Zonja Vjoca, ndërkohë ne, kur undam nga anvisat tona, kishim në zjarr edhe mishin e gjyveçit me domatet, me gjellën, po i them, edhe patatet që nisëm të skuqim i kishim prerë në feta. Më pas thjesht i montuam në tavë. Vendosëm njërë copat e mishit në tavë. Po. Pastaj patatet. Po, që i skuqim shumë pak. Shumë pak. Sa fillon të zverdhet, po thuj se të bardha, sepse unë i kisha vënë në një vaj të bollshëm. Dhe kjo gjë na ndihmonte që patatet të jenë të buta, të jenë... Kjo gjë është edhe ka i 2 lugësh i vaj që unë i hodha, sepse patatja, sa do skuqet, pak yndyr e ka thithur aty. Prandaj, unë jam e kujdesshme që gjatë rrugës, atje ku do më dali yndyr përpara, do ta heq që mbrapa do më dali që në fillim. E qartë, e kuptova. Gjithmonë e kujdesshme që t'jesh e ekuilibruar në masat edhe në dozat e yndyrës, megjithatë kemi thënë që vaji altis mund të konsumohet pa problem, ashtu siç bëjnë të gjithë, pasi është kurativ. Mbasi vendosa copat e mishit, hodha patatet, thash prerja e patateve për ndonjë anvisë që ka ardhur me vonesë, ka hapur televizionin me vonesë, është në formë rrethore.
gjë që nuk është e zakonshme, kur ne skuqim patatet, zakonisht ato e presim pataten fet, pastaj presim në rypa të hollë. Ishte e kundërta. E mbulova pothuajse mishin që mos më bëj kërc me patate dhe pak lëng, pothuajse një garush lëng që ishte, e hodha sipër. Edhe gjethet të dafinës brënda, kri piper, dhe një qik fare piper të kuq dhe kam vendosur në furr. Ato tani nuk dua në një kohë shumë të madhe, se sa të marinohen me njëra tjetrën, gjithçka është gati. Megjithatë, ka nevojë për kohën e tyre që të bëhen gati, ne ndërkohë do të përgatisim selinon. Po, për të mbushur zemrat e selinos, na duhet krem djathi. Po, krem djathi. Pana gorgonzola. Na duhet qumësht, një 2 lugë gjelle, dhe 60 gram gorgonzola. Hiqi këto? I heqëm, po. Regjia, të lutem, ndërkohë më ndihmon pak me pyetjen e radhës për ditën e sotme. Është po njëjta vegël në mos gaboj, po, është po njëjta pajisja të cilës duhet i gjejmë funksionin dhe kemi dhënë disa alternativa të cilat kanë qenë të gabuara. Shpresoj që të gjitha anvisat në shtëpi të kenë patur vëmendjen e duhur për të mos i përsëritur, kështu që të keni mundësi për gjetur përgjigjen e saktë. Sigurisht që mund të nisin të na telefonojnë në numrin e telefonit që shfaqet heraherës në ekran për të na dhënë përgjigjen e duhur për kuicin dhe sigurisht të kenë mundësinë që të shijojnë një drek ose në darkë në atë resortin Teatër Kame ku zonja Vjollca në një parajs të vërtet? E thot nga zemra, pas ajo e ka shijuar atmosferën atje dhe absolutisht është ashtu si që ajo thot. Në një ambient që t'jep një kënaqësi të vërtet që ka emrin natyrë. Por, kjo ndodhet vetëm tek Bar Resort Kame. Po, e vërtet. Por më tepër që edhe ajri ishte i shëndetshëm, larg Tiranës. Kremin e djathit e shtypi me pirun. Por që të realizojmë një krem akoma më të mirë. Që tjetë tamam kështu. Tamam krem. Një trajqëm. Çfarë bëjmë? Marim Kenwood. Marim frulatorin Kenwood dhe e frulatojmë. Shumë mirë. E miksojmë, e grimë, e përpunojmë. Themi si të doni. Okej. Ashtu. Është ka që letë të gatuash në fazë duke pajisjet e dura zonja Vjollca që thjeshtohet puna dhe rezultati gjithmonë që është më maksimal për shkak edhe të japu një luk të vogël. Sa e dalluar që është. Unë do njeri them që mi hiq gjërat, ajo me heqet ato që më duhen. Jo ato që s'më duhen. Mirë, rëndësishme është që ti heq dhe ti jap prap. Ndërkohë kemi një telefonuese në linjë. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje zonjë. Përshëndetje Ori dhe zonja Vjollca. Mirë se erdhe, po nga zëri yt më duket sikur je pak me grip. Po ashtu është vërtet. Të kaluara. Faleminderit. Faleminderit. Zonjë, na thuaj, cila është përgjigja që ke menduar për pajisjen? Me thotë të drejtën përgjigja që kam menduar, mos është për ullit, për të heqë bërthamat e ullive dhe për të mbushur ullit. Për heqjen e bërthamave të ullive apo për mbush? Jo, më vjen keq. Më vjen keq, do doja shumë, do të bënte shumë mirë, realisht ai ajri që ndodhet tek Resorti Kame për të kaluar ndoshta edhe këtë gjendje gripale që ke, por jo, më vjen keq. Mund të jetë rasti që na telefononi sërish nesër dhe ndoshta mund të jepet edhe përgjigja e saj. Të kaluara zonjë. Kjo është më e rëndësishme që ti të shërosh. Sigurisht. Tani nisim edhe i mbushim. Por, mund t'i mbushim edhe ndryshe. Nëse kremi do t'jetë më i trash, ne kemi këtu një mbushës. Kjo është e imja. Pa, jo t'ja. Mund t'a shijosh. Pa, sa mirë që na i kujtove, ka nevoj për krip? Që bëjmë për t'a mbushur këtë sa më thjesht? Zonja Vjollca. Po. Më pëlqen shumë. Marim një gotë, e vendosim këtu brënda, që mos në laparoset, dhe hedhim në këtë formë. Këto janë ato pajisjet e pasticërisë, që përdoren sigurisht gjithmonë për mbushjen e kremrave apo për dekorin në final. Ja. Ashtu shumë. Kemi një tjetër telefonuese, alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Ju lumë si nduar, na knaqet me përgatimet. Faleminderit, zonjë. Na thuaj, cila është përgjigja që ke menduar? Pajisja për të hapur ara kokosin. Për arën e kokosit.
Jo, nuk është për arën e kokosit, më vjen keq. Mendova për një moment tash ndoshta mund të jetë për atë dhe zonja ka të drejtë, por jo, regjia konfirmon të kundërtën. Më vjen keq zonjë, sigurisht që do të jetë rasti në një tjetër moment, ne vijojmë. Atëherë. Ka me Selinoz zonja Vjosa, po më pëlqen shumë tani që fillon edhe ndryshon atmosfera e motit, vin ditët e bukura, Selinoja. Zemrat e Selinoz i presim në një gjatësi 10 cm, i fshim para se t'i nxjerrim nga limoni, lëngu i limonit, dhe... Fantastike. Unë po e vendos këtu pas, do t'a konsumoj më vonë, pasi më lejohet vetëm t'a provoj ushimin e ditës. Kështu që le të vijojmë. Alo? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, zonjë, mirë se Urime për erdhe. emisionin, na pëlqen shumë. Faleminderit shumë, zonjë. Na pëlqen dhe ne shumë që ju qëndroni dhe na ndiqni. Mirë, Për ku icin, desha me thanë mos është për të qiru halat e peshkut? për të qëruar halat e... Për të pastru peshkun. Jo, zonjë, jo, më vjen keq, nuk është për të pastruar peshkun as për halat në mënyrë specifike. Më vjen shumë keq që nuk ishte kjo përgjigja e saktë. Sonja Vjosa, Po, kështu janë më simpatike. sigurisht. Po, jo të gjithë e ka në Po, shtëpi një mundësin. vegël tillë, kështu që unë i marr masat për të gjithë njësoj. E qartë. Gjithçka është gati? Ta nxjerrun pak tavën edhe pse kam përshtypjen që asaj do t'i duhet ende pak kohë, Po. po sa t'ja demonstrojmë anvisave se si është pamja të paktën finale. Ja po e vendos të këtu zonja Vjosa. Prit, ti vendos pak kështu. Unë desha t'i vija kështu. Mirë, më fal, vendos. S'ka problem fare. Vendoset marr tavën unë. Ja. Zonja Vjosa, Urno. tava kam përshtypjen që do doj edhe pak, megjithëse e kam marrë, le të themi një faqe të mirë, të pjekjes, Po jo, e ka marrë goxha. po do t'i duhet ndoshta edhe pak sa për të përthithur edhe të gjithë lëngjet që janë lëshuar nga vetë përbërësit. Fantastike dhe pjata e Selinoz. Po, tavës mund të hedhim dhe pak fare majdanoz. Ndërkohë, ne i përfunduam recetat, shtojmë dhe majdanozin, tavës ndoshta do t'i duhet dhe pak kohë që të qëndrojnë në furrë. Anvisat janë të kujdesshme në momentin e pjekjes të kontrollojnë her pas here përgatitjen e recetës, pjekjen e saj, ndërkohë zonja Vjosa, të lumshin duart. Faleminderit për të dyja recetat që na solle sot, një pjatë e parë dhe një pjatë shoqëruese që mund ta konsumojmë gjatë gjithë ditës, do të ishte mirë pasi Selinoja me të vërtetë që është shumë e shëndetshme. Ishin këto dy recetat dhe për ditën e sotme dhe gjithçka e përgatitur për këndin e kuzhinës. Zonja Vjosa, faleminderit. Do të shihemi sërish nesër. Faleminderit dhe ty. Mirupafshim nesër.